Si ishte? Si ishte? Si ishte të? Ju mendoni ta zotërin këtu. Ju mendoni se ju mendoni se do vazhdojnë këta është dhoma sigurisht këtu. Vazhdo. Erdhën një dy gardistë dhe filluan presionin. Po hajde se s'bën Dhe presion. dhe mendojnë se do jenë këtu për gjithmonë. Jo, nxirreni kokën. Po ju mos ju mendoni se do jeni këtu për gjithmonë. Filloi presioni, dërguan filloi presioni. Po. Filloi presioni, edhe këtu ka njerëz të ndershëm, po ka dhe palaço që vinë këtu dhe bëjnë presion. Ka gardistë të ndershëm, po ka dhe palaço që vinë e bëjnë presion. Përdorin çdo mënyrë. Mendojnë se do jenë pushtet për gjithmonë. Kështu kanë menduar të gjithë autokratët e korruptuar, se do ishim për gjithmonë. Po do ju vi dita, dhe po ju vjen shumë shpejt në fakt. Po ju vjen shumë shpejt. Ndërkohë vazhdon shefi, ku është shefi? Është shefi juaj to? Është shefi juaj, mund të flasim këto me shefin? Nuk është to, mund ta thrisni? Jeni të gardës dhe ju? Mund ta thrisni shefin lutem? Okej, faleminderit. Pyesim shefin. Nëse është normale që gardisët kalojnë këtu dhe bëjnë presion. Se ka dhe kamera këtu. Shikojmë pak gangsterët që bredhin këtu nëpër parlament. Vazhdojmë. Ndërkohë, erdhi edhe deputeti Kapri nga protesta. Atëherë, përshëndetje, protesta vazhdon. Jam informuar nga kolegët e opozitës që janë brenda, që Taulan Balla kërkon që të bëhet me dorë të mbyllura. Dhe pas një arsye, ndërkohë që është thënë që përderisa i është drejtuar kuvendit, pse mos ta dinë të gjithë deputetët? Taulan Balla thotë jo, me dyert të mbyllura. Dhe kjo është skandali tjetër. Dhe është qartë që këtu ka një plan. Plani është që çfarëdo gjë që thot prokurori në këtë sallë të mos bëhet e ditur. Njerëzit të mos mësojnë për aferat e dosjes Balluku. Kjo është plani. Dhe për më tepër të shfrytëzojnë gjoja pushimet dimrore të parlamentit, që të mos mblidhen më dhe të mos votohet në parlament, ndërkohë që të hënën mund të vi kërkesa në parlament për të hequr imunitetin dhe prokuria të bëjë punën e vet. Pra ky është plani. Është komplet një plan djallëzor, për shkak sepse duke mbrojtur Belindën, në fakt duan të mbrojnë Edi Rama. Sepse nga dosja ka dalë qartë që Edi Rama është i përfshirë, është urdhërues. Sepse atje thuhet që biznesmeni ka folur me kryeministrin që ta marrë tenderin, dhe ai e merr tenderin. Ka më fakt se kaq. Dhe kjo është e tmerrshme. Imagjino ti je përfaqësues, deputet, e të mos jesh në mbledhjen e parlamentit. Çmenduri. Këta flasin për një Shqipëri europiane. Shqipëri europiane me Taulan Ballën. Imagjinoni pak. Tani, në lidhje me tentativën që po bëjnë për ta shtyrë sa më shumë, për ta zgjatur sa më shumë, sepse qartësisht është e thjeshtë. Belinda Balluku nuk do të ikë. Dhe këta nuk e mbajnë dot në fakt, dhe kanë një problem të jashtëzakonshëm. Belinda Balluku thot, unë nuk iki, unë ju marr me vete. Ky është mesazhi i qartë për Edi Ramën. Tani, për të shpjeguar se do dalin në të gjitha media do gënjejnë siç bëjnë partit. Procedura erën e fundit kur kërkua heqja e mandatit, heqja e imunitetit të Sali Berishës ka zgjatur 8 ditë. Në datën 13 ka ardhur kërkesa në parlament, në datë 13 dhjetor, në datën 21 dhjetor është votuar heqja e imunitetit. 8 ditë. Tani këta kërkesën për Belinda Ballukun
duan ta shtyn me muaj. Praktikisht duan si leqar që janë, duan që de facto mos të marrin vendimin për mbrojtjen e Belinda Ballukut, po e mbrojnë, do ta mbrojnë duke përdorur këto pretekstet, jo dimri, jo festat, jo nuk ka seanca. Belinda Ballukut i duhet hequr imuniteti. Spaku kërkon arrestimin e Belinda Ballukut. Dhe parlamenti duhet sa më shpejt të votoj për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Po bëjnë gjithçka, por në fakt janë tentativa që thjesht e rëndojnë gjithmonë më shumë Edi Rama dhe këtë maggiorancë. Është e qartë që këtyre u ka ardhur fundi dhe siç e thash, kjo nuk është një gjë që po ndodh në Shqipëri, nuk është diçka që ka të bëjë me fatin e Belinda Ballukut apo të Edi Ramës. Ka të bëjë me fatin e Shqipërisë. Është vendosur në perëndim që Shqipëria nuk mund të vazhdojë të jetë parajsa e të korruptuarve, parajsa e krimit. Një vend ku nuk sundon ligji. Është vendosur. E njëjta gjë ka ndodhur në shumë vende të tjera të Europës së Lindjes. Shumë kryeministra të tjerë kanë përfunduar në burg, kanë përfunduar para drejtësisë. Nuk ka ndodhur shekullin e kaluar, ka ndodhur tani, para 10 vitesh, para 20 vitesh. Dhe sot po ndodhet edhe në Shqipëri. Ky është fundi i tyre. Këto janë thjesht tentativa për të mbijetuar, por nuk kanë për t'ia dalë. Nuk kanë për t'ia dalë. Por ne duhet të qëndrojmë këtu, duhet të rezistojmë, duhet të vazhdojmë të rezistojmë. Tani jemi duke pritur që Këshilli i mandateve të na lejojë të hyjmë dhe të marrim pjesë siç na takon sipas rregullores. Kemi bërë një kërkesë për të marrë pjesë në këtë këshill dhe siç e tha dhe deputeti Kapri, Taulant Balla që vendos gjithçka në emër të Edi Ramës. Taulanti e kanë fjalën për atë Taulantin, Taulant po duhen 100.000 euro. Ai Taulant është, i ka dhënë urdhër, mos lejoni asnjë që të hyjë. Sa më pak duhet marrin vesh se cila është kërkesa e prokurorëve, cilat janë provat e prokurorëve dhe cili është pretendimi i tyre. Kjo është çmenduria. Ndërkohë jashtë vazhdon protesta, ju ftojmë të gjithëve. Janë me qindra qytetarë që janë mbledhur poshtë, mbështetësit tanë, po edhe të shoqërisë civile. Në fakt, po bisedoni me Agronin nëse do shkosh? Po s'më lënë të futem. Pse? Po s'më lënë. Jo të lënë, se s'marrë, nuk është marrë vendim. Shko të lutem. Atëre, por ju këtu te dera e... Po. Por ju te dera, jam në Facebookun e Agronit, ndërkohë që Agroni po del poshtë tek protestuesit, për të mbajtur edhe një qëndrim atje, në respekt të atyre qindra qytetarëve që kanë ardhur, për të kërkuar një të drejtë, një standard, ku çdo zyrtar i lartë, në momentin që ka një akuzë nga prokuroria e ngritur me 140 vota në parlament, të mos ketë imunitet dhe të shkojë të përballet me drejtësinë. Tani nuk është vetëm puna sepse këta po mbrojnë zonës kryeministren Balluku. Puna është që këta me dhunë kartoni duan që nesër kur të vi kërkesa për Edi Ramën të veprojnë njësoj, që mos përballet me drejtësinë. Madje beteja ndaj spakut dhe drejtësisë është shumë herë më e rëndë. Të gjithë drejtorët që sot janë në burg ose me arrest shtëpie, me akuzë zyrtare nga prokuroria, ende Edi Rama nuk i shkarkon. Janë formalisht në detyrë. Dhe formalisht ata ende mund të firmosin për tendera. Imagjinoni se çfarë skandali është kjo. Ku kemi arritur? Ku kemi arritur? Por mjafton ta shikojmë këtu. Pra, Këshilli që ka 10 antar në mënyrë të barabartë pozitë opozit, pa shumicë, që drejtoren kryetari i kuvendit, gjithmonë nis me dyert të hapura. Kushdo deputet që nuk është antar
mund të vi të marrë pjesë, siç merr pjesë në seanca, siç merr në pjesë në komisionet e tjera parlamentare. Por na ka ndaluar me gartë të mos hyni brenda. Dhe cila është arsyeja? Arsyeja është që ne nuk duhet të marrim vesh se çfarë thot prokurori për dosjen, sepse do të mbahet sekret. Sepse çdo ditë në media po rrjedh një akuzë e re, një vjedhje e re. 7 lote kishte Unaza e Madhe e Tiranës, të 7 lotet janë vjedhur. Të 7 lotet janë vjedhur. Flitej tani në relacionin e prokurorisë, flitej edhe për një koncesion. Flitej për një koncesion. Por me sa duket e kanë marrë vendimin që të mos futemi. Edhe siç e shikoni, edhe çunat e gardës u lodhën, u ndruan, po ne do rrim këtu, është detyra jonë të rrim këtu, dhe për çfarë? Për një të drejtë minimale. Imagjino ti je deputet e mos kesh të drejtën të marrësh pjesë në mbledhje. Kaq shumë e kanë zhvlerësuar parlamentarizmin, kaq shumë e kanë zhvlerësuar republikën tonë, e cila është kthyer në një republikë prokurimesh. Vetëm me prokurime, vetëm prokurimet marrin vlerë, tenderi. Nuk kanë më vlerë të drejtat e qytetarëve, mundësitë e qytetarëve. Tenderi. Vetëm tenderi. Dhe vetëm kaq, po edhe kur kapen duke vjedhur, nuk shkulen nga karriket. Nuk shkulen nga karriket. Si ka mundësi të kesh akuzë dhe minimalisht të mos përballesh me drejtësinë si qytetari i lirë. Gjeni një vend perëndimor. Se kryeministri thotë gjeni një vend perëndimor ku gjykata kërkon pezullimin e një ministri. Është Rumania rast konkret që ka përjetuar të njëjtën gjë si ne me prokuroritë e gjykatë speciale. Ke raste pafund ku gjykata ka kërkuar pezullimin e ministrave. Në perëndim pasaj, sa herë ka pasur një akuzë për ministër, ai ose ka dhënë dorëheqjen ose është shkarkuar deri nga kryeministri. Nuk ka pas nevojë të shkojnë për gjykata, sepse është standard minimal politik, moral. Se kaq. Tani, në qoftë se imuniteti është krijuar që deputetët të kenë një garanci për të folur lirshëm për çështje që shqetëson qytetarët në parlament, dhe të garantohet kjo si e drejtë, tani në mënyrë që edhe nëse një prokuror i teket të arrestojë pa të drejtë një deputet, jo. Pra deputeti duhet të jetë sa më i lirë i mundshëm që të mbajë qëndrime në parlament. Ta çfarë vendosin? Vendosin jo. Imuniteti për zonjën Balluku duhet të jetë që ajo të mos përballet për akuzat për korrupsion. Kur faktet, siç i kemi parë të gjithë, kanë qenë evidente apo jo? Evidente. Evidente. Po është e turpshme se si maggjoranca e kontrollon kuvendin, parlamentin, tamam si në një asamble partijake. Në kjo është e turpshme, shumë e turpshme. Ndërkohë që parlamenti ekziston për opozitën, nuk ekziston parlamenti për ta ulan ballën, edhe për 83 mandatet e këtyre. Këta nuk lejon asgjë. Mbledhje me dyert të mbyllura. Nuk u japin mundësi jo vetëm ne si deputet, por edhe qytetarëve mbar, që pse jo ta dëgjonin prokurorin të thoshte se çfarë çështje ka për të parashtruar. Nuk e tregojnë. Qa u tha për ne, do futemi brenda apo jo? S'ka përgjigje akoma. Është kërkuar në fakt nga disa deputetë të opozitës që ne të jemi brenda, por sërish me kërkesën e Tavlan Ballës në veçanti, ne nuk do të futemi brenda. Dhe madje mbledhja të bëhet sekret. Të bëhet sekret. Pra plani është që se u fol që mund të shkoj me muaj kjo punë. Me muaj që të vonohet votimi në parlament për Belinda Ballukun. Edhe kur të vi votimi, sigurisht ato votojnë kundër. Të njëjtën gjë siç patëm bërë para disa vitesh me Samir Tahirin, që kur erdhi kërkesa e prokurisë, pa nuk ka prova, nuk ka gjëra, edhe votuan kundër. Tjetër punë se ai mbas disa muajsh la mandati. Por tani jemi në një realitet tjetër. Pra, kemi krijuar SPAK-un, kemi krijuar GKK-on dhe është krijuar edhe me 140 vota me mbështetje të madhe ndërkombëtare. Janë institucionet më të besueshme ndër shqiptarët.
momentin që ata bën një dosje, bën një akuzë, çfarë bëjnë këta? Bllokim me imunitet me ligj. E pafalshme. E pafalshme. Ky është puç. Se është folur për Republikë Prokurorë ashtu. Po ky është puç. Ky është puç kushtetues. Se si kryeministri me të gjithë pushtetin e vet, ekzekutiv, duke kontrolluar dhe parlamentin, të mos lejoj që asnjë zyrtar i lartë të përballet me drejtsinë. Jo thjesht për deputetët, po e përmenda edhe rastin e drejtorave. Të gjithë drejtorët që sot janë në arest shtëpie ose arest me burg, këta nuk i shkarkojnë. Janë akoma në detyrë. Kryeministri nuk i shkarkon.